Në kuadër të festës Dita e Liçenit në Bashkinë Shkodër, ju bëjmë dije që do të organizohet në Shirok, në qendër të Shirokës. Është një aktivitet 3 ditor, do jetë i organizuar me sporte ujore, do ketë artizanat, do ketë panajirin e fotografive të shpendëve dhe të botës së egër. Gjithashtu në darkë ditën e parë do ketë cirkon kombëtar që është i ftuar për të kënaqur të gjithë fëmijët shkodran dhe jo vetëm. Ditën e dytë dita fillon me panajirin e artizanatit, gjithashtu dhe me sport ujor që janë biçikletat në ujë dhe me kanoe. Pastaj në darkë do jetë një koncert shumë i bukur me muzikë qytetare shkodrane që do jenë këngëtarët e mirënjohur Mugades Shanka, do jetë Agim Molla. Gjithashtu është edhe orkestra lëvizëse me 4 anëtarë të saj që është Mark Ujka, Mark Prendi, Duljem Puka edhe Ermis Pirani, janë djemë shumë të talentuar që do performojnë në qendër Shirokës. Pastaj ditën e shtunë deri në orën 4, pra që nga ora 10 deri në orën 4 do ketë sërish panajiri artizanati, do ketë këto sportet ujore që ju ftojmë të merrni pjesë të gjithë, si dhe xhiro me varka.